ajo nuk po e çon përpara ashtu siç të tjerët presin. Në këtë mënyrë, Brikena është vendosur në qendër të një historie që duket sikur nuk e kontrollon më vetë. Nga ana tjetër, opinionistët jashtë shtëpisë analizojnë çdo lëvizje të saj me indësi, duke ngritur pikpyetje mbi sinqeritetin, ndjenjat dhe qëllimet e saj. Disa e kritikojnë për hezitim, të tjerë për strategji, ndërsa ka edhe nga ata që mendojnë se ajo thjesht po përpiqet të ruajë veten. Por pavarësisht mendimeve të ndryshme, një gjë është e qartë, presioni mbi të është i jashtëzakonshëm. Një pjesë e madhe e këtij presioni lidhet drejt për drejt me pritshmërinë për një puthje mes saj dhe Mateos. Për publikun dhe për formatin televiziv, kjo shihet si një moment kulmor, një skenë që rrit emocionin dhe shikueshmërinë. Është ajo lloj situate që krijon diskutime, ndan opinionet dhe mban vëmendjen të lartë. Por për Brikenën, kjo nuk është thjesht një moment televiziv. Për të, kjo është një zgjedhje personale që ka peshë dhe pasojë.